Një prej destinacioneve më të veçanta turistike në rang vendi, rrezikon që brenda pak muajve të mbetet sërish pa urë, ku kalojnë kalimtarët, të cilët vinë për ta vizituar këtë vend. Ura në manastirin e Shënmërisë në Zvënec ka pësuar dëmtime të shumta dhe rrezikon që të shembet totalisht për banorët e Nartës dhe Zvënecit, por edhe ata që vinë në këtë vend për të peshkuar, ura e drurit po shkatërohet çdo ditë edhe më tepër. Peshkatarët, banorët e zonës, tregojnë se ka patur raste kur përgjatë kalimit në të, ata janë lënduar. Jo vetëm kaq, por banorët tregojnë se edhe vizitorët, mes tyre edhe të huajt, kanë pësuar lëndime fizike pasi kanë kaluar në derasat e dëmtuara dhe të kalbura, të cilat janë thyer duke përfunduar në lagun. E rrezikshme është, sa vete kanë rënë atje, unë kam thyer këmbën atje. Je vrarë aty? Kur, sa kohë parë? Në 10 të vitit që kaloi. Me këtë urë të dëmtuar? Aty dhe njeri për dije. Vajte atje, një të thyer u bë drasa, u bë copa, po ishte i ri, u mbajt. Sa vite ka e dëmtuar ashtu? Sa kohë ka e dëmtuar ashtu? Ajo ka për vete një 4 vjet, 5, e dëmtuar dhe se rregullojnë. Duhet rregulluar, duhet ndryshuar si është. Oj, duhet rregulluar. Ka gjë që mos e rregullohet, duhen të gjitha të rregulluar. Por ura e dëmtuar e Zvënecit vjet re edhe nga vizitorët, pushuesit e huaj, si dhe shqiptarët e trevave, kryesisht ata të Kosovës, të cilët vinë për të vizituar këtë vend. Vizitorët thonë se duhet më tepër mirëmbajtje, duhet realizuar rikonstruksioni i saj, në mënyrë që të gjithë të ndjehen të sigurt kur kalojnë aty dhe mbi të gjitha të kenë mundësinë që ta vizitojnë këtë vend edhe më gjatë, si një atraksion turistik tepër i veçantë. Nga Gjilani i Kosovës. Nga Gjilani. Po. Vjen shpesh besoj në Vlorë. Kjo është në Vlorë vi shpesh edhe në jug, po këtu ke manastiri është hera e tretë që vi. Hera e tretë. Po, më pëlqen po. Si një vizitor edhe më parë e sheh edhe këtë urën për shkak që është më e dëmtuar këtë radhë. Ishte aty ke ajo pjesa aty, unë kam qenë para 3 viteve, ka qenë dakord në rregull, po tash është dëmtuar. Duhet rregulluar. Mi vuj dorë po, gjithçysh. Ky vend është i rëndësishëm për Vlorë, besoj, edhe për turistët, se i shef gjithë ata turistat që i takova, flisnin një gjuhë tjetër. Kishte gjerman, kishte suedez, edhe çek kishte aty se i kuptoj ca gjuhë. Marr vesh. Po. Pëlqen si vend? Jashtëzakonisht vend i mirë është, s'diskutohet. Besoj do kthesh pra. Hera tretë tash është sot që vi, do vi prapë. E një vetën mirë është. Shife sa qa veni, ka falë Zotë e ka bëku në përgjithësi Shqipërinë, po ka vena që jonë akoma ma... Po do Zotë i mirëmbajt? Mirëmbajt, po pa tjetër, po. Po se tash, shife, i keni parë edhe vetë, se nga gjithë bota vinë e vizitojnë. Ura e drurit e manastirit në Zvënec u rikonstruktua për gjatë periudhës kohore të viteve 2017-2018, por megjithëse sot kanë kaluar thuajse 8 vite, kjo urë ka pësuar dëmtime të shumta, duke rrezikuar të shembet dhe të dalë totalisht jashtë funksionit.